Ashtu si një javë më parë, përmbërruesit privat kanë tentuar të hyjnë në ambientin e Partisë Socialdemokrate për të zbatuar sipas tyre vendimin e gjykatave, të cilët ia kthejnë këtë pronë familjes Manopulli. Pas disa konfrontimeve me policinë private, e cila ishte kontraktuar nga PSD, përmbërruesit privat kanë arritur të hyjnë në ambientet e brendshme të godinës dhe kanë nisur të nxjerrin jashtë të gjitha objektet. Por kjo situatë ka zgjatur vetëm pak minuta, pasi ka mbërritur policia e Tiranës, e cila pasi ka debatuar me përmbërruesit, i ka nxjerrë ata jashtë godinës. Pas janë nxjerrë jashtë dhe dera është mbyllur me zinxhir, pronarët kanë tentuar të hyjnë sërish në ambientet e godinës, por nuk janë lejuar nga forcat e policisë së shtetit. Në një prononcim për mediat, përmbërruesi Baftar Nelaj ka deklaruar se policia është duke shkelur ligjin. Derisa të marrë qytetarit Çam Astrit Manopulli pronën, ne përkërkojmë pronat e Çamve në Greqisë pa japim mes Tiranës. Çfarë do bëhet tani? Do vazhdojmë ekzekutimin e javë për javë. Deri madje ju keni ardhur në ndihmë të, po kjo është e dyti precedent që ju nxirrin. Edhe një. Edhe treta dhe e katërta kështu do vazhdojmë. Jo, le të bëhet precedent tamam. Nëse policia e shtetit ka dërguar një shkresë që nuk na mbështet, ku i gjeti gjithë forca që kanë ardhur tash? Për të përdhunuar ligjin, për të përdhunuar shtetin, i bëj thirrje ministrit të Brendshëm, ti tregji forcat që zbatohet ligji. Është një vendim gjyqësor. Nëse ka pretendime zoti Gjinushi ti drejtohet gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë. Nëse janë bërë falsifikime nga pronarët. Ndërkaq, pas shqetësimit të situatës dhe rimarrjes në kontroll të godinës nga PSD, kryetari i kësaj partie, Skënder Gjinushi, në një prononcim për mediat ka deklaruar se pronarët janë duke keq përdorur dhe se atyre u takon vetëm 1/3 e sipërfaqes, për të cilën Gjinushi u shpreh se janë të lirë ta marrin. Ka qenë gjithë ish struktura e shtetit QRA, qeverisë QRA, që ka qenë interesuar. Ky pronari që s'është ish pronar, për atë pjesë që ka, është i keq përdorur. Ai di shumë që ka 1/3 e pronës, ka dhe oborin. Këtë mjafton shikoni vërtetimin e gjykatës së lartë, është i tij ajo imi, por ata i vën kusht që po s'largove PSD-n nuk të lëm të ndërtosh. Është e njëjta skem që bën edhe me komunitetin musliman, që i thanë po s'u lidhe me X firmë dhe të lejosh edhe këta të ndërtoj. Duhet për ndërtuar një objekt, absolutisht. Ky vetëm është i kapur. Mjafton të bëj një kompromis shumë të thjeshtë me shtetin, të mbaj çka ka vet, atë që ka vet, pra çai ka kërkuar gjykatës, ti njoj shtetit pjesën e vet, të cilën e kemi në përdorim, dhe që nesër e ta gëzoj pjesën që i takon. Përmbërruesit privat kanë deklaruar se pavarësisht se nuk janë mbështetur nga policia e shtetit në këtë aksion, ata do të jenë aty për të zbatuar vendimin e gjykatës dhe për t'ia kthyer pronën pronarëve legjitim. Ndërkaq, vetëm pak orë pas kësaj ngjarje, Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar procedimin disiplinor për përmbaruesin Baftar Nelaj, me argumentin se ka shkelur ligjin dhe kodin e etikës gjatë ushtrimit të detyrës, në përpjekjen për të liruar ambientet e listë së Partisë Socialdemokrate. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, përmbaruesi Nelaj rezulton të jetë dënuar edhe më parë me vendim të formës së prerë nga gjykatat e vendit.